Para disa kohësh, pash një video në YouTube ku ishin 3 profesorë shqiptarë që diskutonin për emërtimet slave që ekzistojnë në Shqipëri. Sipas tyre, shumë qytete, shumë shatra, shumë male lugina në Shqipëri kanë emra me prejardhje slave. Dhe kjo për arsye sepse sipas tyre ka pa dyndje slave, pushtime slave, dhe me pushtimin e Shqipërisë e zonave shqiptare nga slavët, ata ndryshuan dhe emërtimet e vendeve të ndryshme. Problemi është që shpjegimi që jepnin ata për emërtimin e disa vendeve ishte sa absurde dhe qesharak. Po marrim shembullin e qytetit Tropoj, apo rrethit Tropoj. Sipas tyre, emri Tropoj vjen nga slavishtja 3 polje, që do me thënë 3 fusha. Tani se ç'lidhje ka Tropoj me 3 polje dhe se si u bë mundur kalimi nga 3 polje në Tropoj, nuk e shpjegoni dhe s'kam se ta shpjegoj për ta shpjeguar sepse s'është e vërtetë. E dyta, të gjithë e dim që Tropoja nuk është një teren fushor. Tropoja është me male, mund të ketë lugina të vogla, mund të ketë parcela të vogla, po përgjithsisht zonë malore. Kështu që si mund të quash një zonë malore me emrin fush, me 3 fusha e para. E dyta, sipas arsyetimit të tyre, i bie që edhe emri Konstantinopoj të shpjegohet me fusha e Konstantinit. Se kështu i bie. Me që Konstantin ishte perandori që themeloi Konstantinopojën, Poj, sipas tyre vjen nga polje, i bie që Konstantinopoj të shpjegohet fusha e Konstantinit, që të gjithë e dinë që s'është e vërtetë. Pse? Sepse Konstantinopoj vjen nga Konstantinopoli, që do thotë qyteti i Konstantinit, me që e ngritja ai dhe në nder të tij ju dha emri i tij, pra qyteti i Konstantinit. Kështu që këta studios, përpara se të flasin për probleme të ndryshme, duhet të jenë më serioz në mënyrë që të studiojnë ato në mënyrë të drejtë dhe mos të japin shpjegime të gabuara. Sepse emri Tropoj është jashtëzakonisht i vjetër. Për këtë mjafton të lexojmë Iliadën, kënga 20, rreshtat nga 215 deri në 225. Dhe atje do të kemi një farë informacioni për emrin Tro. Aty thuhet që Dardani ishte djali i Zeusit dhe Dardani pati një djalë që quhej Erikton dhe Eriktoni nga ana e tij pati një djalë që u quaj Tro. Pra si shikojmë, Tro ishte djali i Eriktonit dhe nipi i Zeusit. Kështu që ka mundësi që emri Tropoj të vi pikërisht nga ky Tro, që do të thotë Tropoli, do të thënë qyteti Tros. Pra diku në rrethin e Tropojës, në atë zonë duhet të ketë në një qytet të vjetër antik, dhe nga ky qytet antik ka marrë dhe emrin e gjithë zona që quhet Tropoj. Pra Tropoj nuk vjen nga slavishtja, që do thotë 3 polje, sipas shpjegimit qesharake të tyre profesore, por vjen nga nëse vjen, ka shumë mundësi të vjen nga Tropoli, pra qytet i Tros. Pra është një emër i lashtë sa vetë historia. Pra si që shikojmë, shpjegimi i emrit Tropoj ka një arsye, duket logjike dhe ka një bazë
po themi historike. Sepse ka ekzistuar një person që quhej Tro, i cili mund të ndërtuar një qytet dhe përnder të ty, ky qytet është quajtur Tropoli, qyteti Tros. Por ne kemi zakon që ne shqiptojmë Tropoj, sepse edhe Konstantinopoj, ne shqiptojmë Konstantinopoj, kurse gjithë bota e shqipton Konstantinopoli. Tani pse e bëjmë këtë gjë nuk e di. Ne dim ne shqiptarët, përse kemi qef që t'i shqiptojmë ndryshe nga bota. Prandaj para se të nxjerrim përfundime të menjëhershme pa e vrarë mendjen, është mira që të studiojmë çik më shumë për të kuptuar të vërtetën. Por më absurde është akoma që shumë qytete në Shqipëri që mbarojnë me prapashtesën Ova, ata thonë të gjithën që janë emra slav, për shembull Mavrova, Kuçova e plot të tjerë. Tani do të themi që dakord, supozojmë se kanë të vërtetë, supozojmë se kanë të drejtë, dhe këta e kanë origjinën nga slavët, me që kanë përpashtesën Ova. Por ne dim që slavët të paktën, të gjithë tekstet historike kështu thonë nuk kanë qenë kurrë në Itali. Atëherë si ka mundësi që edhe në Itali ka qytete me përpashtesën Ova, kemi Gjenova, kemi Mantova, kemi bile edhe në Spanjë, Cordova. Tani ajo vjet botërisht që slavët nuk kanë qenë atje. Atëherë si ka mundësi që këto qytete kanë përpashtesën Ova? Pra si që shikojmë edhe kjo, është sa absurde, është dhe qesharake, sepse si të thuash janë shpjegime pa patur një bazë logjike, pa patur një bazë historike, pa patur asgjë. Thjesht u intereson të thonë ashtu, edhe e thonë. Këto emra janë emra, qytetesh janë emra të vjetër. Për shembull Padova në Itali. Padova në Itali është qytet i themeluar nga Antinori, e thonë vetë italianët. Antinori erdhi nga Troja, kur u rrëzua Troja, ishte princ trojan kur u rrëzua Troja, mbriti në Itali, në deltën e lumit po atje, hyri në brendësi dhe themeloi qytetin e Padovës, që fillimisht u quaj Patinia, pastaj me kalimin e kohës u quaj Padova. Pra, është emër me origjinë shqiptare, kështu që s'ka lidhje fare përpashtesa Ova me slavishte. Tani të kuptojmë dhe të shpjegojmë çik nga vjen kjo përpashtesa Ova e slavëve. Për të treguar se nga ka ardhur përpashtesa apo Ova në përpashtesat slave, le të marrim një shembull të thjeshtë. Ka shumë shembuj, po ne po marrim një shembull të thjeshtë për të treguar se si ka ardhur kjo përpashtesë. Për të marrim për shembull emrin Romanoi dhe e shkruajmë me gërmat e vjetra greke. Edhe do të vëmë re që ajo gërma e fundit është Y i vogël që ka formën i duket e ngjashme me vën. Kështu që ata këtë Y që lexohet OI e kanë zvendësuar me një v atje, edhe shkruajnë me atë vën e tyre slave që është në formë e b-s, gjithmonë duke kopjuar, si thuaç nga alfabeti vjetër grek, për të treguar që janë dhe ata të vjetër, edhe nga Romanoi bëhet Romanov. Sepse slavët kanë dashur gjithmonë të tregojnë që kanë qenë të hershëm në Ballkan, kështu që duke vjedhur nga Greqia, si thuaç, që mbahet si gjoja qytetërimi i lashtë, që edhe aty nuk ka lidhje fare sepse kanë qenë shqiptarë gjithë jetën atje. Kështu që atë prapashtesën OI, ata kanë kthyer në Ovë. E njëjta gjë ndodhet me prapashtesën Is, për shembull emri Onasis. Po ta shkruash me atë gërman, ata çfarë bën ato sën atje të fundit,
që duket si ç e kanë kthyer në ç, edhe e slavizojnë e bëjnë ta zëm Onasić, pra si që shikojnë. Gjuha slave është ajo që ka lidhur. Kështu që çdo gjë që ekziston në Shqipëri është emërtim shqiptar, s'ka lidhje fare me slavët. Slavët kanë ardhur shumë vonë, erdhën kur turqit pushtuan Shqipërinë dhe me që qenë vëllezërit e tyre i sollën atje për të zvendësuar me shqiptarët në këtë përzia, popullsinë e Ballkanit, sepse shqiptarët në atë kohë banonin në gjithë Gadishulli Ballkanik, që quhet Gadishulli Lirik, sot quhet Gadishulli Ballkanik. Dhe masakronin popullsinë shqiptare, ose e merrnin e degdisnin ande nga Turqia, nga Siria, nga ato, dhe vendet bosh i zvendësonin me popullsi turko apo slave. Pra, edhe njëherë nuk ka patur asnjëherë dymbje slave, pse se në vitet 600 Shqipëria ishte perandori, i Gadishulli i Lirik ishte Gadishull që banoi nga shqiptarët dhe komandoi nga shqiptarët. Kështu që nuk të lindte njëri të vijë ashtu, nëse vinin kështu si sklever për punuar në toka. Po jo që të kishte dyndje që të pushtonin në zonat shqiptare. Dhe kjo gjë vërtetohet në së miri, duke parë faktet historike, sepse faktet historike janë këto që tregojnë që emërtimet në Shqipëri janë të gjitha me origjinë shqiptare. Dhe me kaq po mbyllim këtë video duke ju falenderuar për interesin që kemi treguar.